Xhamatli e falenderojmë Allahun Zotin ton. Nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave tonë të pastërt, tërhamdin, falenderimin, madhërimin, përuljen në nështrimin, ja shprehim atij. Allahun krijuesin, mëshiruesin, furnizuesin tonë e falenderojmë, prej tij falje, udhëzim dhe mëshirë kërkojmë. U dërgojmë selavat dhe selame më të sinqerta pejgamberëve të Zotit xhaleshanuhu në përgjithësi, dhe në veçanti i vulës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhaleshanuhu, krijesës më të pastërt dhe më të ndritur që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës. Ai është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe begatit e Zotit xhaleshanuhu, qofshin mbi të, mbi familjen, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ne besimtarëve musliman, që me shumë krenari dhe me përulltësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, edhe sot pak minuta do të ndalemi mbi një fenomen i cili tradicionalisht e as me rregullat tona fetare nuk është i yni dhe kundër të cilit ne duhet të punojmë, duhet të flasim, duhet të veprojmë. Kemi fol këtu ditë të verës për fenomenin e hanxheve, e darsmave, e nejave, e fejesave, njoftimeve, martesave, rregullave, përgjithsisht e jo rastisht ka fundi e kemi lanë me folë edhe për fenomenin e ndarjes, e shkatërimit të lidhjeve, të fejesave, e të martesave, të qifteve tona, të trive tonë, të trejave tona, po dhe të njerëzve në përgjithësi. Vëllezër besimtar, Allahu Teala për këtë fenomen që është mjaft shqetësues, edhe është mjaft në rritje, edhe në mesin tonë si shqiptar musliman, dhe fatkeqësisht është në rritje pa arsye të mëdhaja. Pa arsye të mëdhaja. E fatkeqësia dhe më e madhe e bën këtë kur përsëri po tentohet që këtë vezvez të shëmtuar i cili shkatërron shoqëritë, shkatërron familjet edhe shkatërron fëmijët, me ne i shit neve në emën të emancipimit edhe në emën të kulturës. Dhe del atje një X televizionin edhe një X personi në emën të ligjërimit e, në emën të emisionit e, në emën të alamet dietori apo dietareje, edhe thot shkurërzimi është emancipim, është përparim i femrës në shoqëri. E unë prej këtu i thëm deri në ditë kiametit, shkurërzimi ka qenë, është edhe do të jetë kanceri më i rëndë dhe më i madh, edhe shkatërimi më i rëndë i një qiftit, i një personit, edhe i një familjes, edhe i një shoqërie, edhe i fëmijëve të tyre. Allahu Teala na është drejtuar duke na thonë në Kur'an: gjëja më e urryer të Zoti, gjëja më e urrëtur të Allahu, e që në fund
është e lejuar, është shkurërzimi. Ma e urryera te Allahu është shkurërzimi. Ndërsa, onën tjetër, shifni mirë, gjëja më e pëlqyer, vepra më madhore që e llogarisin, ta kënë arrit ndonjëherë dhe ta kënë bo ndonjëherë gjatë veprave tyne, iblisi me botën e tyre të shejtanëve dhe të gjinëve, është kur arrin me shkatërrue një lidhje, një fejes apo një martesë. Dhe ndëgjojini mirë çfarë ndodh. Kur për çdo ditë, iblisi i mallkuar, i pori i e gjinëve dhe shejtanëve, i merr në pyetje punëtorët e tij se çfarë kanë bërë gjatë ditës, një prej tyre i thotë e kam arrit këtë gjë, thëtë s'pas ke bo kur gjë. E kam shtit dikon me vjedhe, kam shtit dikon me rrejt, e kam shtit dikon x arsye me bo, x gjonë me bo, i thëtë nuk pas ke arrit me bo kur gjë. Kur ndërta një tjetër e ngrit dorën dhe thotë, unë sot kam arrit me ndo një qift, unë sot kam arrit me ndo një burë për i gruës apo një gru për i burit, iblisi i mallkuar ngritet në kom prej karrikës e fronit. E keni parasysh karrikën e fronit atje në kryet venit, pallatin mbretëror, ngritet iblisi prej karrikës e fronit, e hjek kurorën mbretërore që kombi kokën e vet, ja vendos atij që e ka arrit me shkatru me ndoni burrë dhe një gru, edhe e merr e ul në vendin e vet në karrikën e fronit. Që kaq madhështore edhe që kaq të ngritur e llogaritin bota e gjinëve dhe shejtanëve, kur arrin me shkatru edhe me ndo një lidhje, një fejes, një martesë mes njerëzve. E që kjo është vepra edhe në shërbim të qytyre shkon, çdo fjalë edhe çdo punë që na ka njëherë po e bojna, qof pa vedije, apo qof me qëllime të caktuara për ideologji të caktuara, apo për shoqëri të caktuara, apo për interesa të caktuara, në drejtim të ndarjes edhe të shkatërimit të familjeve edhe të çifteve. Vëllezër, dëshmitar të kësaj jeni edhe ju sigurisht. Mirë po, e kam pas djalin në Qerve, që du në qytet në Libjan. Fëmijet më agresiv, më të parahatun, më problematik, aty kanë qenë fëmijet që prindët e tyre janë kanë të ndarë për njëri tjetrit. Komplet Qerdhja kanë qenë në hallë. Në hallë kanë qenë, krejt na prind kemi qenë në hallë prej fëmijëve problematik, të cilët kur i shikonin historitë e tyre, fatkeqe dhe famkeqe dhe trishtuese, prindët e tyre janë të ndonë për njëri tjetrit. E njëjta gjë na ka ndodhur edhe në shkollë, qoftë në shkollë të mesme, qoftë edhe në shkollat fillore. Krejt fëmija problematik, që kanë bo probleme, historikun e ty kur e kemi shiku, prindët e tyre nuk qëndrojnë mirë me zveti. Prindët e tyre janë të ndonë, prindët e tyre janë të shkatëronë, prindët e tyre. E këto fenomene janë vepra të urryera në islamin tonë të ndritur dhe janë vepra të dashura edhe të pëlqyera në botën
e gjinëve në botën e shejtanëve dhe në rrugën e tyre. Prandaj, janë t'i thujmë jo këti fenomeni, duke i morë mosat para proke që i kemi përmend në hutbet e kaluara. Se kjo punë nuk ndodh veç hajt çatu për çatu. Kjo punë e ka një histori, një bagazh bajagit madh të veprave, qoftë të burrit, qoftë të gruas, që bjen deri te ndarja, që bjen deri te shkatërimi i një lidhje. Ta ngrisim edhe ta mbojmë lart institucionin e fejesës edhe të martesës, institucionin e familjes. Jo fëmia jonë më ju bo sigur lloj loje, sigur lloj argëtimi, me njoft një qik, me lanë, mu prish, mu nreq, me feju, mu ndomas një jove, so kur gjo kjo farpune, kjo është krejt normale, sot pëdu nesër se du punë e modhe, nesër e fejoj atjetrin, e marrë atjetrin, nesër e bëj atjetrin, nesër atjetrin, së është më rëndësi kjo farpune. A kupton? Jo, është shumë më i shejt, është shumë më i ngritun, është shumë më e modhe, puna e fejesës edhe e martesës. Është institucion i shejt i Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Dhe është tradit prej traditave të pejgamberve e të pejgamberit ton alayhi salatu vesselam, për cilën ka thonë Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, dhe fejoni e martoni të pamartuarit dhe të pamartuarat e juja, robrit dhe robreshat e juja që i keni në përkujdesje. Dhe pejgamberi po thot, fejesa dhe martesa është prej traditave të mia, kush i përmbohet traditës sime, është prej rrollave të mia, ndërsa kush nuk i përmbohet traditës sime, nuk është prej rrollave të mia. Vllazni, jeni ta mbojmë lart, sa më lart këtë institucion që po na rrezikohet. Dhe me të rrezikohen edhe tri ton, edhe fëmia jon, edhe ardhmja jon, edhe familjet e tona, edhe gjithçka e jona, edhe traditat edhe rregullat tona fetare edhe kombëtare. Sadakallahu al-azim, la in ahsana al-kalam wa ablaga an-nizam kalamullah.